Miqtë e gazetës Infokus dhe televizionit Duka Gjini, por rikthehemi në podcastin e javës. Natyrisht, zgjedhjet duhet me u marrë me fushatën, me problemet me të cilat po ballafaqohemi tani, ndoshta shpeshherë kjo po na përfshin në këto debatet koti, të cilat më shumë po janë akuza ndër akuza mes politikanëve, sesa ndoshta problemet reale me të cilat ballafaqohet Kosova. E ato, që kam thënë shpeshherë, janë problemet ekonomike e sociale të këtij vendi, kësaj shoqënie, por të cilat qëllimisht ndoshta nuk po përfshihen shumë në këto debatet publike të fushatës. Kam kënaqësinë me pas të ftuar Arben Mustafën, një prej ekonomistëve më të mirë, një ndoshta prej kuadrot të reja të partisë të PDK-s, i cili përveç që po performon mirë në për debate, është njësi mirë i këtyre problematika. Ben mirë se erdhe. Mirë se gjeta Zen, nësi. Po është pak problem me ta përshkruaj kështu këtë biografin, po kemi pas rastin më të po, si me thonë edhe me qëtë gjuhën e mirë e të argumentune, në për debate e jeni të pakt në për parti politike të cilë po mundonin me adresu problemet reale të kësaj shoqënie e ndoshta po rezistoni me u marrë me këto problemet sipërfaqësore po që nxisin reagime më të mëdha. Ne jemi në një situatë ku vetëm për problemet konkrete, praktike të qytetarëve nuk po flitet. Në këto 2 vjet e fundit, Kosova ka qenë në një krizë të thellë politike, në një krizë ku funksionimi normal i shtetit ka ndalë. Këto 2 vjet e fundit, qytetari i Kosovës është ushqyer me një gjuhë përçarëse, me një gjuhë konfliktuoze, dhe krejt çka ka dëgju qytetari i Kosovës në këto 2 vjet e fundit, ka dëgju apo bëhet Albolen Haxhiu kryetar i kuvendit, apo bëhet Glauko Njufca president, a mos po bëhet dikush tjetër president, sa përqind do t'i merr kjo parti, a do t'i marr kjo parti atë sa po i kërkon mi marr, por nuk ka dëgju qytetari i Kosovës për atë çka ka rëndësi më shumë të dëgjoj. Qytetari i Kosovës ka nevojë të dëgjoj çka po bëhet me çmimet, çka po bëhet me tyrat, me pagat e qytetarëve, çka po bëhet me furnizimin me energji elektrike, çka po bëhet me çmimin e energjisë elektrike, a ka ndonjë përmirësim në shëndetësi, a ka ndonjë përmirësim në arsim, qysh mi majt trit tanë në Kosovë, qysh mi bind që në Kosovë mundën me bo një jetë të mirë, po këto tema nuk po diskutohen në Kosovë. Qysh me tërheq investitor, qysh me hap fabrika, jo këto, madje tash në çdo zgjedhje. Për shumë që po më që 2 palë zgjedhjet e kaluara për një dhe LDK-ja dhe PDK-ja kanë paraqit program. Si me thonë mënu lider të 2 këtyre partive politike, ndoshta me u fokusu më shumë te ajo që ka ofrojnë. Edhe programet e tyre qeverisë sa ndoshta që kjo retorik. Po kësaj herë po më duket edhe këta, edhe PDK-n edhe LDK-n është ty e përfshin që kjo val. Ne pam ç'a ndodhi në ditëve të fundit me Samir Lustakun në Skënderaj, me ato dramat që shunë njësin speciale. Qysh po e sheh deri në fund këtë fushat? Qysh është formula që me kthy ndoshta me u marrë me këto problemet reale të qytetarëve? Edhe ato që ka ndodhur në Skënderaj me zotin Lushtaku. Gjitha janë një përpjekje e kësaj qeverie me zhvendos diskutimin nga dështimi real që ka pas në këto 6 vjet qeverisje. Pra, çka po ndodh në këtë fushat është një përpjekje e vazhdueshme që mos të flasim vetëm për qeverisjen e Albin Kurtit. Tendenca është të krijojmë situata të ndryshme, të inskenojmë situata përçarëse mes popullit, në mënyrë që qytetarët të kenë tema tjera për të marrë, po mos të merren me standardin e jetesës, mos të merren me faktin që Kosova është vendi i 2 më i varfër në Evropë, mos të merren me faktin që nëpër spitale sot ka mungesë bazike të produkteve që i duhen pacientëve. Sot, vitin 2026, pacientët duhet të dalin të blejnë gjanat më bazike, edhe pejt t'i blejnë. Jo të merren me shqetësimin shëndetësor, po t'ja bojnë gajle edhe qysh mi siguru pejt për një ndërhyrje kirurgjike. Dhe kjo është ajo që i vjen qytetarëve, ndërsa tendenca e kësaj qeverie është në vazhdimsi ta zhvendos diskutimin në diçka abstrakte. Të vazhdoj qatë gjuhën përçarëse, në mënyrë që qytetarët ta hekin vëmendjen prej atyre problemeve që i kanë. Po ne po mundohemi në vazhdimsi që të vazhdojmë ta paraqesim alternativën tonë qeverise,
një alternativë qeverise që i kthen qytetarit, një qeveri që merret me problemet e përditshme, një qeveri që bën zgjidhje për çmimet e larta që kanë varfëruar çdo familje, një qeveri që i ofron rritje të hyrave të çdo familje, po rritje të qëndrueshme, jo të njëhershme. Një qeveri që e kthen vëmendjen te zhvillimi ekonomik dhe të integrimi. Që Kosova ka harru kur ka dëgju një lajm të mirë se Kosova si shtet po ecë përpara. As po dëgjojmë lajme të mira në arenën ndërkombëtare, kem harru kur kem dëgju për njohje apo për ndonjë lobim për njohje. Sot në botë askush nuk flet për nevojën që Kosova të ketë njohje shtesë, njohje të reja të pavarësisë, dhe sot kemi harru kur kemi dëgju për ndonjë integrim të Kosovës në ndonjë organizatë të rëndësishme, e lëre ma për ndonjë investitor serioz që vjen në Kosovë, apo për ndonjë politik të mençur që krijon kushte më të mira për zhvillim ekonomik në Kosovë. Dhe këto janë ato që i duhen qytetarit të Kosovës, këto janë ato me cilat ne garojmë të zgjedhje dhe që zotohemi që do ta kthejmë këtë lloj të qeverisjes te qytetari. Qytetari i Kosovës ka nevojë të shoh që po ndërtohet një termocentral i ri, që po ndërtohet një fabrikë e re e ujit. Unë para pak ditëve vizitova fabrikën e ujit në Shkabaj. Një shembull se si ndërtohet shteti. Një shembull i një fabrike moderne prej më të mira në rajon, që është përfunduar gjatë kohës kur ka qenë Partia Demokratike e Kosovës. Që ka filluar në fakt është përfunduar kur kemi qenë në pushtet. Dhe sot ku janë ata shembuj? Pse sot nuk ka një shembull të vetëm? Me thonë po bre, kemi marrë taksat e qytetarëve, shiqo çka po i bojmë qytetarëve, po ndërtojmë kapacitete të reja për furnizim të rregullt me ujë. Po pse nuk ka shembuj të tillë? Dhe Kosovës i duhen shembuj të tillë të sukseseve të qeverisë. Ben, nëse i shkojmë me radhë këty në tema, e pam, para pak dite e publikum një fokus se manej u morë në përket mediat, matja fundit që bazohet në të dhënat e Fondit Monetar Ndërkombëtar. Kosova shteti i dytë, do më thonë veç Moldavia në kish kalu për nga varfria e mjerimi social. A menan që shtojnë e shojnë se ka njerë është kogja e pakuptueshme në një realitet që jeton qytetari për çdo ditë, ma shumë ndikohet prej propagandës, se sa për asajna që është faktike. Qysh përshkruhet që kjo? Me pas një knaqëmëri ose me pas një rezultat tillë për një qeveri si 6 vjeçare në votë, a njëkohësisht këtë raportet tregojnë që kjo qytetarët e këtij vendi veç janë thellun varfëri e mirë. Shqyroni, varfëria... Raporti e ka dhe problem që e trajton edhe këtë ikjen e trive, i ka do probleme tjera të cilat. Problemet ekonomike janë probleme që qytetarët i prekin çdo ditë. Ato shifrat e varfërisë që po paraqiten në raportin e FMN-s, qytetarët e Kosovës i prekin çdo ditë, e jetojnë varfëri. Dhe varfëri ne e shohim. E shohim se si ka degraduar standardi i jetesës në Kosovë. Tani, shpërputhja mes gjendjes në teren dhe rezultateve, se kemi fjalën për zgjedhje, ekziston një shpërputhje, mirë po ne e dim që si shoqëri njerëzit tanë kur e japin besimin ndaj dikujt dhe kur investohen aq shumë në besimin ndaj dikujt, e kanë edhe pak vështirë të tërheqen, mirë po unë besoj shumë që qytetari i Kosovës duhet ta kuptoj që vota për një parti politike ipet në shkëmbim të punës së asaj partie politike për qytetarët. Nga ajo që po shohim deri më tani, qytetarët po votojnë një parti politike, por ajo parti politike atë vot nuk pe merr për me qeverisë, nuk pe shfrytëson për me përmirësu jetën e qytetarëve, por po e mban brenda, nuk po fillon me qeverisë dhe po kërkon nga qytetarët që ta shpërblejnë me një votë edhe më të madhe, po jo për t'i mundësuar një qeverisje më të madhe, për shkak se nuk ka ku shkon për 51%, po për të shtu pushtetin dhe për t'i shkatruar mekanizmat mbikëqyrës dhe punës së qeverisë. Kështu që unë jam i sigurt që qytetarët e Kosovës kanë filluar ta kuptojnë dhe këto po e shohim më të madhe çdo ditë që jemi në teren, që nuk kanë çka japin më shumë Albin Kurtit dhe vetëvendosjes. I kanë dhënë 51%, maksimumin që mund ta kërkoj një politikan në një vend demokratik. Ben, duke qenë njës i mirë i ekonomisë,
qysh kishe mujt me, ose cila ish dash me konë zgjidhja e këtyre probleme, qysh ish dash me u menaxhu kriza me rritjen e çmimeve të energjisë, inflacioni edhe probleme tjera, që ka një justifikim prej pushtetit tash e sa vite, që këto nuk janë, se me thonë, nuk janë faktor të brendshëm, janë faktor të jashtëm të cilët ndikojnë edhe në koston e jetesës qytetarëve për çmimet bazike. Ka dhe faktor të brendshëm, për shkak se, shiqon, nëse do të përfundohej termocentrali Kosova C, Kosova në vitin 2023 do të kishte furnizim të brendshëm me energji elektrike dhe nuk do të ishte ekspozuar nga lufta në Ukrainë. Por jo që u anulua ai projekt. Po sot nuk kemi asnjë plan të kësaj qeverie. Që Kostomaneje paguajtëm rreth 1 miliard. Për të shtu kapacitetet e brendshme të prodhimit të energjisë elektrike. Dhe çka është më e keqe? Sot kemi probleme furnizim të rregullt me energji elektrike dhe kosto më të lartë. Por ne sot po e përcaktojmë fatin edhe për të ardhmen. Për shkak se për të pas një situatë më të mirë pas 7-8 viteve, ne do duhej sot kishim filluar të bëjmë diçka. Për shkak se këto gjëra nuk rregullon për një ditë. Por fakti që ne sot nuk po lëvizim asgjë në drejtim, i bie që problemet që i kemi sot me energji elektrike do të përkeçohen më tutje në periudhën e ardhshme. Prandaj është koha që ta kthejmë vëmendjen te investimet e mëdha kapitale. Kosova duhet urgjentisht të fillojë së ndërtuari një termocentral të ri, i cili i siguron një pavarësi energjetike. Ne kemi burimet mjaftueshme për të prodhuar energji, po duhet investim. Dhe shteti ka këtë përgjegjësi të ofrojë rezervat të ngjillit. Pastaj rritja e çmimeve. Shikoni, mënyra se si është qasur kjo qeveri, mbështetjes së qytetarëve për rritjen e çmimeve është jo serioze. Çmimet janë rritë shumë. Ka rritë çmimet, njëkohësisht ka rritë edhe numrin e rasteve, ato që i qunë Hekoran Murati familje të cenueshme, pe 70.000 emra në vitin në 90.000 familje të cilat ka nevojë ose i plotësojnë kriteret për me përfitu prej subvencionit. Kjo është shqetësuese. Shikoj, nuk është lajm sukses që po mbështeten 90 familje. Lajmi i keq është që 90 familje në Kosovë. 90.000 familje në Kosovë nuk munden me përballu. 90.000, po saktë. Lajmi i keq është që 90.000 familje në Kosovë nuk munden me i përballu kostot e jetesës. Që në kupton kriteret për me hinë atë kategori, që ata qytetarë jetojnë me pak se 5 euro në ditë. Absolutisht. Dhe kjo tregon gjendjen e mjerueshme ku gjendet shoqëria. 90.000 familje janë 90.000 njerëz. 90.000 njerëz, 90.000 familje, nëse shumëzojmë me 4, i bie dikun 360.000 qytetarë të Kosovës sot kanë problem për mi mbulu kushtet bazike të jetesës në Kosovë. Dhe cila është përgjigjja e deri tanishme? Cila është përgjigjja? Nuk ka rritje të qëndrueshme të hyrave të tyre familjeve për mi nxjerr nga ky pragu i varfërisë. Këtu ndihmat e njëhershme. Është thellimi i kësaj. Këtu ndihmat e njëhershme që po ipen. Nuk po i dallojnë familjet që kanë nevojë më shumë me ata që kanë nevojë më pak. Ben që të çka pjesë po do munal se e pata edhe pyetje po të ndërprej, fal. Që shpaqet pakon e fundit për mbështetje për krizën, çfarë quajmë 2.0. Shiqon, a është keq përdorim i buxhetit e taksave qytetarëve, se po është pe kuptoj edhe për janës tuaj që po është goxha zor me edhe me si më thon me konkretik, për shkak se na e dim, edhe unë them pa pikë problemi që kjo nuk është ndihmë për qytetar, kjo është veç thellimi i kësaj krize varfërisë për blerje votash. Nxen është e vërtetë që çmimet janë rritë shumë. Standardi i jetesës së qytetarëve, të familjeve kosovare është rëndu shumë. Dhe qytetarët e Kosovës kanë nevojë për të hyra shtesë për mi përballu këtë rritje të çmimeve. Mirë po, rritja e çmimeve nuk adresohet me të hyra të njëhershme. Qytetari i Kosovës sot ka nevojë për pagë më të madhe që e merr çdo muaj. Pensionisti ka nevojë për pension më të lartë që e merr çdo muaj. Studenti ka nevojë për kushte më të mira çdo ditë. Ka nevojë për bursë që e mban çdo muaj. Të hyrat e njëhershme nuk e adresojnë problemin e rritjes së çmimeve. Për shkak se 100 euro i merr, i shpenzon brenda pak ditëve,
por pas zgjedhjeve qytetarët po vazhdojnë. Pastaj të përballen me çmimet e larta. Për këtë arsye ne ju kemi përgjigj këtyre nevojave me planin ton për rritje të pagës, jo ndihmë të njëhershme, rritje të pagës, me rritje të pensionit. Ne kemi thonë që pensionisti, jo një muj, po çdo muj do t'i merr 100 euro më shumë, për shkak se pensioni minimal do të jetë 250 euro. Dhe kjo zgjidhje për të përballuar rritjen e çmimeve, dhe jo ti ndihmosh vetëm një muj. Dhe edhe një gjë do të me pas parasysh. Nevojat e qytetarëve nuk rriten vetëm para zgjedhjeve. Mendoj që koha kur po hipen këto ndihmat e njëhershme nuk po lidhen drejt për drejt me nevojën e qytetarëve, po lidhen me ciklin zgjedhor. Ndërsa nevojat e qytetarëve vazhdojnë edhe pas zgjedhjeve. Qytetarët kanë pas nevojë për 100 euro më shumë edhe mas 7 qershorit. Kanë pas nevojë edhe në korrekt, edhe në gusht, edhe në shtator, edhe në tetor kanë pas nevojë, për shkak se çmimet nuk janë të larta vetëm tash, çmimet kanë me vazhdu me qëndru të larta. Kështu që mënyra se si është qasë, pra po them, çdo familje kosovare ka nevojë për të hyra shtesme, për të hyra të vazhdueshme, ndërsa mënyra që është qasë nuk është e sinqertë nga kjo qeveri. Për shkak se tashmë është po e qartë, po i ndihmohet familjeve para zgjedhjeve. Po pse para zgjedhjeve? Për shkak se kjo qeveri, qeveria Albin Kurti, për 6 vite në qeveri, nuk ka arrit të ndërtoj asnjë tregim suksesi me cilin mundet sot me dalë para qytetarit dhe me kërku votën. Instrumenti vetëm që i ka mbet për me kërku votë nga qytetari, kanë mbet ndihmat e njëhershme për 100 euro. Sot, Albin Kurti do duhet të ishte në gjendje ta shohë në sy një familjar dhe t'ja numëroj sukseset e qeverisë dhe t'i tregoj pse duhet votuar prapa Albin Kurti. Por fatkeqësisht për Kosovën, ai sot nuk është në gjendje me boktë. Nuk është në gjendje me kërku votë t'u bazu në suksesin, në ekonomi, as në energji, as në shëndetësi, e as në suksesin e nxjerrjes së familjeve nga varfëria dhe aftësimin e tyre për me gjeneru hyra në këtë vend. Dhe në mungesë të këtyre i ka mbet vetëm një gjë, para çdo palëzgjedhjeve të ofroj të hyra. Por prapo e përsëris. Hallet e qytetarëve vazhdojnë edhe pas 7 qershorit, por pas 7 qershorit qeveria po flan. Qeveria nuk po punon për me rrit hyrat e qytetarëve, nuk po jep hyra qytetarëve. Dhe ne na duhet një qeveri e cila ndihmën, mbështetjen për qytetarët nuk e lidh me ciklin zgjedhor, por e lidh me nevojat dhe kohën kur i duhen qytetarëve ato mbështetje. Ben, nëse shumë rreth 20 miliard ka qenë buxheti ose kapitalit të cilin ka menaxhu qeveria Kurti, që është i barazvleshëm me 16 vjet pararës tina në pushtet, ose të qeverisje të kaluar. Si politik, a e shet të qëllimshme, a pa aftësi për me kry punë? Se si me thonë, unë e marrë shembull shpesh, me që e jasajone, autostrada Gjilanit ndoshta nuk ju ka dash në ekspertizë, nuk ka dash studimi fizibilitetit, se ka qenë projekti i përfunduar, vish ka pas me ekzekutu punë, ndoshta projekti më i madh ose premtimi më i madh që i ka dhënë krejt atij rajoni. A është politike tillë? A e sheh si çështje të qëllimshme këtë politikë ku mos realizzo projekte, mos nësho parën në investime kapitale për shkak se qështu me manipulohet vullneti qytetarëve ma letë me 100 euro, për shkak se nëse standardi i jetës qytetarëve ishka shumë më i lartë, përbes që ky 100 euro ndihma sociale nuk i kish dhënë çto rezultate që na po pretendojmë që mundet me pas. Këtu janë dy edzën. Ka pavësi, për shkak nëse shohim. Është edhe qëllimshme, është edhe pavësi edhe qëllimshme. Për shembull, pse po them pavësi? Që kjo qeveri ka shumë marrëveshje ndërkombëtare, ka shumë para, kredi, të cilat po presin të shfrytëzohen nga qeveria për projekte të ndryshme kapitalin Kosovë, por që nuk po tërhiqen. Pse? Se nuk po kanë aftësi dhe kapacitet me marrë ato kredi që i kanë aprovuar në kuvend dhe mi realizu ato projekte. Vetëm një ellan në vitin 2024. Qeveria e Kosovës ka pagu mbi 650.000 euro, vetëm tarifa për kredit që ju kanë miratu, por që nuk është të shfrytëzu ende. Wow, kapital që nuk ka 650.000 euro ka pagu para nga buxheti i Kosovës
për ato kredit që ju kanë miratu, për që ende nuk ka fillu me i shfrytzu. Kjo tregon paaftësi. Kjo qeveri nuk ka njerëz për me realizu projekte investive. Dhe ana tjetër është edhe e qëllimshme. Pse është e qëllimshme? Mënyra se si kjo qeveri ka vendos me shfrytzu, me menaxhu paron publike, është në mas të madhe e bazuar në qëllimin për manipulim të publikut. E përmendet autostradën e Gjilanit. Arsyeja pse njerëzit paguajnë tatime, taksën, është pikërisht që shteti t'i ofrojë disa të mira publike, cilat qytetarët vetë nuk munden mi siguru. Qytetarët nuk munden vetë mi grumbullu parat, me thonë po e ndërtojmë autostradën e Gjilanit. Po qytetarët paguajnë tatimet, një që shteti me ato tatime t'i ofrojë të mira publike. Por shohim që kjo qeveri nuk ka interes. Nuk ka interes të investoj as në autostrada, as në energji, as në spitale, por çfarë po bën? Po i en parat nga dora në dorë. Po i merr me një dorë nga një kategori qytetarëve, po i kthen prapë mbrapa të qytetarët, por nuk po shton vlerë në ekonomi me tatimet që po i mbledh nga qytetarët. Prandaj, kjo mënyrë e menaxhimit paras publike ka edhe një qëllim, pra manipulimin e vullnetit të qytetarëve me parat e qytetarëve. Me mënyrën, pra se si po i përdor këto para. Ben, ç'është dashur, se çka po i qytetarët në teren? Çka po kërkojnë? Më shumë ose çka po është, si më thon, pakënaqësia tyne më e madhe? Pakënaqësia më e madhe. A jena hala në këto zgjedhje në këto temat e mëdha, veriu? Jo, e them me siguri të plot, që qytetarët sot janë shqetësuar me problemet e përditshme që kanë. Okay. Problemi kryesor, në cilin sot po ballafaqohet qytetari i Kosovës, janë çmimet e larta dhe pagat e ulta që kanë mbetë për mi përballu ato çmime. Sot qytetari i Kosovës në çdo takim që kemi flet për vështirësitë e përditshme që i ka me u ballafaqu me këto çmime të larta, për vështirësitë e përditshme që i kanë në për institucione shëndetësore, ku duhet presin në radhë për shërbimet më bazike, flasin për kushtet e fëmijëve në shkolla, flasin për mungesën e investimeve bazike edhe në infrastrukturë, që fshatrat e Kosovës po zbrazën. Po nuk ka asnjë politikë që i ndihmon këtyre zonave rurale të rigjallërohen dhe t'i mbajnë njerëzit aty. Ka njerëz që sot janë të interesuar të hapin edhe biznese në zona rurale, në fshatrat e ndryshme. Mirë po, nuk po mund t'i hapin. Pse? Përveç kostos, shpenzimeve që duhet t'i bëjnë për investimin, ata po duhet të blejnë vetë edhe trafon e rrymës, të blejnë vetë edhe shtyllat e energjisë elektrike, vetë të shtrojnë rrugën, dhe në këtë mënyrë nuk ka investitor që mundet me i përballu vetë gjitha këto shërbime, gjitha këto shpenzime. Marë tashin njën të ballafaqohet me problemin tjetër që e përmenet, fuqinë punëtore. Shkëmirimi me madh. Po fuqia punëtore mbetet në ato vende kur ata njerëz kanë me çka të merren. Dhe është detyrë e shtetit që të krijojë lehtësira për investitorët, sidomos në këto zonat që po zbrazen, në mënyrë që ata të investojnë atje dhe t'i ndihmojnë njerëzve të jetojnë në vendlindje dhe të mund bëjnë një jetë mirë, të mund sigurojnë një pagë të mirë. Por tani investitorët që dojnë me investu në Kosovë janë plotësisht të lanë vetëm. Përveç shpenzimeve që do t'i mbulojnë për investimin e vetë që kanë mendu, ata do t'ja mendojnë si me çu furnizimin me energji elektrike, furnizimin me ujë, rrugën, gjitha këto është të mira që i dashur t'i ofrojë shteti si nxitje për investitorët që t'investojnë dhe të hapin vende pune. Prandaj është koha prapë e përsëris që në Kosovë të vjen një qeveri e cila e kthen fokusin te problemet e përditshme të qytetarëve dhe kjo qeveri nuk ka alternativë tjetër përveç qeveria e Partisë Demokratike të Kosovës me kryeministrin Bedri Hamza, që ka një person si kandidat për kryeministër që e ka dëshmuar veten edhe në të kaluarën, por që ka edhe një program dhe një ekip të aftë, të gatshme për ta kthy zhvillimin në qendër të aktivitetit në Kosovë. Ben, edhe kundërshtari juaj politik nuk është që
si me thonë, ka dashur as me u marr e as me Petre Hamzën, kandidat për kryeministër, më u ballafaqu me ta me vizionin edhe projektin e tij, se nuk janë marrë kurrë. Po një problem tjetër që është sot në shoqëni është që kjo opozitarizmi i lodhur i bllokut opozitar. Si me thonë, ato që unë në vazhdimsi e kritikoj, i thëmë, aq shumë ka argumente kjo pushteti i Kurtit, sa ndoshta jo 4 vjet, po vitin e dytë ka mujt me udhëzu me pas një opozit që është duhet. Me këtë të afera, me këtë të skandale, nuk po du nashta me onalë të secilla, po na i kemi pa që nuk ka pas javë në media, që na thëshëm që skandali për nëza skandalin ka herë nuk po mrin nashta as me të depërtu ose me u trajtu që është duhet. Me unë ngrit debat rreth këtyre tema ose keq përdorime që janë bë. Që komenton që PDK-ja ka 2-3 figura sot që ndoshta po janë aktive, po ballafaqohen me këtë temat, po shoh me këtë energjinë e madhe. Po kanë kalu 6 vjet të pushtetit Kurtit, unë po e quaj ose po e them vazhdimsi që keni flajt, ndërsa rezultati është zër me unë rruvesh në fushat. Zërën e kuptoj që gjithmonë ka hapësirë për opozitarizëm më të fortë. Por nuk e kisha quajt të lodhur opozitarizmin e Partisë Demokratike të Kosovës. Nëse shohim edhe kuvendin e Kosovës, por edhe jashtë kuvendit, ne kemi qenë në vazhdimsi të zëshëm për të gjitha zhvillimet që nuk kanë shkuar në këtë vend. Kemi hapur partinë, kemi sjell energji të re, kemi sjell edhe profesionalizëm në parti, e cila bashkë me përvojën që kanë përfaqësues, që kanë qenë për kohë më gjatë Partinë Demokratike të Kosovës, ka kriju një sinergji e cila ka ngritë zërin e PDK-s. Dhe nuk mendoj që kemi qenë të heshtur ndaj asnjë zhvillimi që e ka karakterizuar Kosovën në këto vitet e fundit. Mirë po pajtohem që është koha për një aktivizëm edhe më të madh, është koha të jemi edhe më shumë prezent, edhe në media, por edhe në komunikim të drejt për drejt me qytetarët, për shkak se qytetarët gjatë kësaj periudhe në vazhdimsi janë shërbyer me një propagandë të papom në Kosovë. Në vazhdimsi është tentuar të paraqitet një pikturë, një fotografi se jeta në Kosovë është e mirë. Po në anën tjetër jeta në Kosovë prekin çdo ditë qytetarët. Qytetarët nuk kanë pas parë më shumë. Dhe është e nevojshme që të jemi edhe më tepër të pranishëm në komunikim me qytetarët, në mënyrë që të zbërthejmë çdo element të kësaj qeverisje, për shkak se qytetarët duhen ta kenë të qartë se çka nuk ka shkuar këto vjet dhe normalisht nëse ka arritje qytetarët i prekin. Mirë po qytetarët e Kosovës kanë nevojë për një diskutim më të afërt, më të hapur me të gjithë. Nëse unë kur e menoj këtë aktivizimin më të madh opozitar, në Kosovë ka pas vend për me ngritë zonën edhe me protesta, edhe me reagime më të mëdha, ndoshta edhe me, si be thonë, me një zhurmë më të madhe publike, për shkak se na shohim sot është tjetër votues, tjetër elektorat. Madje edhe këtë kritikën që e bojnë që Albin Kurti me ato armatën e njerëzve në rrjetet sociale po mrin me manipulu, rrjetet sociale i keni edhe ju. Ka njëherë e shoh që i keni lame të i kalu plot propaganda, plot linçime, plot akuza, trana ndaj bllokut opozitar, edhe ju heshni se nuk doni mu ballafaqu me to. Madje një natë në një debat i thash që po mdokët si të kryet zgjedhjet ato rrjetet sociale që i keni të partive i mbyllni, se nuk merrni me to. Albin Kurti ty qenë në pushtet, edhe lëvizja vetëvendosje, ka bën opozit sa ka mujt se jo ka përmend ato 20 vjet kalun. Që Partia Demokratike e Kosovës asnjëherë nuk është shquar si parti e propagandës. Dhe është e vërtetë që nuk kemi qenë në nivelin e duhur për me ju përgjigj propagandës. Po dhe me shkatërruar paktën që të propagandë që po bën. Vetëvendosjes. Mirë po sot shohim që kjo propagandë ka eskalu në linçime, ka eskalu në ofendime, ka eskalu në lajme të rrejshme që i plasojnë çdo ditë në rrjetet sociale,
Dhe kjo tani nuk është sfidë vetëm për partitë. Kjo është sfidë për shoqërinë kosovare, për shkak se një shoqëri e tërë po helmohet çdo ditë me gjuhë të përçarjes, me gjuhë të urrëties dhe me lajme të rreshme që po krijojnë rrjedhimisht edhe një perceptim të gabuar publik. Dhe mendoj që është përgjegjësia e gjithë neve, ne si parti politike, po edhe e mediave, edhe shoqërisë, që të gjejmë mënyrën të kundërvihemi kësaj gjuhe të urrëties, kësaj propagande, për shkak se po e helmon çdo ditë qytetarin e Kosovës me lajme përçarëse, me lajme të rreshme. Dhe këtu sigurisht që edhe ne si parti jemi duke punuar në këtë drejtim, duke zhvilluar kapacitete për të ballafaquar me këtë propagandë në rrjetet sociale sidomos, mirë po ne mendoj që përveç partive politike duhet që edhe institucionet shtetërore, edhe ato që merren me sigurinë kibernetike, të kenë një vigjilencë më të madhe se kush dhe në çfarë mënyre po e ushqen shoqërinë kosovare me propagandë dhe lajme të rreshme, për shkak se ne jemi në një kohë kur propaganda nuk bëhet vetëm nga brenda, ka qarqe të ndryshme edhe të jashtme që dëshirojnë të krijojnë perceptime të caktuara në vende të ndryshme dhe mendoj që Kosova është raportuar shpeshherë që ka qenë shpeshherë cak edhe i propagandave të huaja, të cilat përmes formave të ndryshme kanë ngritur tema të paqena dhe të shtrembruara në shoqëri. Arben, po du me mbyll këtë bisedë në ato që mundet me dëgju se cili mbështetësi juaj, ja u dhan hakun, pavarësisht që trin në politikë, u bot deputet, këto zgjedhje garoni prap me numrin 8, çak kime përfaqësuar se ka me kanë zonjët në kuvendin e Kosovës për këtë këto tema me cilat po ballafaqohemi për çdo ditë, që shumë prej tyre ka një farë sot lexohen që janë shumë të gabune, si me thonë prej kuvendit, prej qeverisë, krijohen çdo tema që të kynë narracion. Çka kemi pa nesër juve të i përfaqësu në qëta qytetarë që ta dhonë besimin? Faleminderit për këtë pyetje dhe mundësinë po ngaroj këtë zgjedhje me numrin 8 në listën e Partisë Demokratike të Kosovës dhe sigurisht që ne garojmë për të fituar shumicën e votave për Partinë Demokratike të Kosovës, për t'i dhënë mundësinë PDK-s që të kthej Kosovën në binar të zhvillimit dhe të përparimit si shtet. Unë vi nga një prapavi ekonomike, profesionit si ekonomist, dhe sigurisht që me gjithë kapacitetin tim do të mundohem që të ngres seriozitetin e diskutimit për temat e rëndësishme që i ka vendi. Sot pak diskutohet për ekonominë në kuvendin e Kosovës, më shumë diskutohet për propagandë, dhe sigurisht që roli im do të jetë të kthejmë diskutimin konkret, praktik për politikat që i duhen shtetit për ta bërë ekonominë e Kosovës të ecë përpara. Po normalisht nga ajo që kemi pa në mandatin e kaluar, mënyra se si është tentuar që të kapet shteti, cenohet demokracia, bën që ne të mos kemë komoditetin që të sillemi në kuvend vetëm në kuadër të kornizave profesionale që i kemi, po të kemi dhe të ushtrojmë rolin edhe për mbrojtjen e shtetit, mbrojtjen e demokracisë në kuvendin e Kosovës. Kështu që unë uroj që Partia Demokratike të Kosovës të merr besimin nga qytetarët për t'i kthyer vendit një qeveri që e kthen shtetin në binar të zhvillimit dhe po ashtu më lejoni të them që Partia Demokratike e Kosovës ka një listë shumë të pasur të kandidatëve për deputet që jam i sigurt që do t'i kthenin seriozitetin e nevojshëm kuvendit të Kosovës. Ben, faleminderit shumë. Faleminderit shumë.